Përshëndetje të dashur jorë, do bëjmë një mesazh për ju. Dhe mesazhi juaj është mbreti I arit, mu letra e juaj, që në fakt pasqyron ujorin. Mbreti I arit është një mesazh për qartësi mendore, komunikim të zgjuar dhe vendimarrje të ftohtë e të drejtë. Kjo periudhë kërkon që ujori të përdor logjikën si mjet kryesor dhe të mos lejoj që emocionet apo konfuzioni I të tjerëve të ndikojë. Kjo letër në fakt përfaqëson strategun e qetë dhe të mençur, ai që sheh më shumë se sa të tjerët sepse nuk reagon, por analizon. Është koha të mbash distancë nga drama dhe të përdorësh fakte, struktura dhe mendim të qartë për çdo vendim të dashur ujor. Në aspektin praktik kjo letër do të nuk kuptonte apo do thoshte kështu: në punë apo projekte qëndroj fokusuar tek qëllimi final, mos u përfshi në diskutime që humbin kohë. Në komunikim përdor ton profesional dhe argumente të forta, jo emocione apo justifikime. Në marrëdhënie apo bashkëpunime, vendos kufi të qartë dhe mos lejo të përdorin për rolin e pajtuesit. Është koha për rregulla dhe respekt reciprok. Në financa merr vendime të maturuara dhe të arsyetuara, bazuar në analizë, jo në instinkt. Nëse arrin të ruash këtë qartësi, javët që vijnë do të vendosin në një pozicion ndikim apo autoriteti. Mund të jesh ai ajo që të tjerët kërkojnë për drejtim, këshill ose vendim përfundimtar. Të dashur jorë, por nëse e lën mendjen të shpërndahet nga njerëzit apo situatat që kërkojnë vëmendje, do të humbësh kontrollin e rrjedhës. Kjo është periudhë për vendime strategjike, për të ndërtuar jo për të bindur. Ftohtësia jote mendore është avantazhi yt më I madh tani. Të dashur jorë, në thelb pra, mesazhi për ju është: mbaj mendjen e kthjellët dhe komunikimin e qartë. Nuk ke pse të shpjegosh gjithçka, mjafton të veprosh me qartësi dhe drejtësi, të dashur ujor.